Bledar Taushani komandohet si drejtori i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Vlorë. Taushani do të zvendësojë në detyrë Ermal Pekmezin. Pekmezi e drejtoi për më shumë se një vit Drejtorinë Rajonale të Tatimeve, ndërsa gjatë drejtimit të tij, Drejtoria e Tatimeve njohu rezultatet e larta në drejtim të realizimit të detyrave, por edhe të një marrëdhënie korrekte me biznesin. Ermal Pekmezi do të vijojë tashmë kontributin e tij në sistemin e tatimeve, teksa është emëruar po në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve në Vlorë si përgjegjës i kontabilitetit. Drejtori i komanduar, Bledar Taushani, deri më tani ka mbajtur rolin e drejtorit në Drejtorinë e Politikave të Punësimit dhe Migratore pranë Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, që nga qershori 2024, ku ishte edhe përgjegjës për formulimin e politikave, strategjive dhe kuadrit ligjor në fushën e punësimit dhe menaxhimit të emigracionit dhe migracionit për qëllime punësimi. Ai ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali dhe ka kualifikime të mëtejshme përfshi njohurit në fushën e kontabilitetit dhe mashtrimeve financiare. Në vitin 2012 ka marrë titullin avokat nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë në Tiranë. Deri në qershor të vitit 2024, ka qenë përgjegjës për sektorin e prokurimeve në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku ka menaxhuar dhe mbikëqyrur proceset e prokurimit për mallra dhe shërbime në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ai ka zhvilluar edhe procedurat për përmirësimin e legjislacionit fiskal gjatë periudhës mars 2023-janar 2024 në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, duke u fokusuar në tatimet direkte dhe doganat, si dhe duke trajtuar çështje të ndryshme teknike fiskale. Në vitin 2022-2023 ka mbajtur pozicionin e përgjegjësit për sektorin e prokurimeve publike në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, duke koordinuar realizimin e procedurave sipas ligjeve përkatëse. Vlen të theksohet se Taushani edhe më herët ka qenë drejtori i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve, ku edhe këtu ndenjë për pak kohë i komanduar. Në drejtimin e Ermal Pekmezit, Drejtoria Rajonale e Tatimeve në Vlorë shënoi rezultate shumë pozitive, si dhe një marrëdhënie mjaft të mirë edhe me biznesin.